Të gjitha bizneset në territorin e Bashkisë së Vlorës do të shkarkojnë mbetjet e tyre në orarin 22 mbrëmjes 01 pas mesnate. Orari I ri tashmë ka hyrë në fuqi dhe do të jetë deri në përfundim të sezonit turistik. Bashkia e Vlorës informon të gjitha subjektet private dhe bizneset që ushtrojnë aktivitetin në territorin e qytetit se në zbatim të planit të menaxhimit të mbetjeve gjatë sezonit turistik dhe me qëllim mbajtjen pastër të hapësirave publike, shkarkimi I mbetjeve të bizneseve do të lejohet vetëm në orën 22 mbrëmjes 01. Çdo subjekt biznesi është I detyruar të depozitojë mbetjet në vendet e përcaktuara për këtë qëllim në përputhje me orarin e sipërpërmendur. Bashkia e Vlorës thotë se mos respektimi I këtij orari do të konsiderohet si shkelje dhe do të penalizohet sipas legjislacionit në fuqi. Bashkia e Vlorës kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e bizneseve për ruajtjen e pastërtisë dhe imazhit të qytetit gjatë sezonit turistik. Por nga ana tjetër, edhe pse orari I ri ka nisur të vendoset në fuqi, duket se nuk ka bashkëpunim nga biznesi. Sikundër ndiqni pamjet në ekran të filmuara pranë zonës bregdetare në Lungomare. Në brendësi të një bloku banimi, mbeturinat janë të pahequra gjatë orarit të paradites. Por policia bashkiake duhet të ndërhyjë për këtë situatë për të evidentuar bizneset që nuk respektojnë këtë orar, tashmë të hyrë në fuqi dhe për të marrë masat përkatëse duke I penalizuar. Nga ana tjetër, biznesi nuk duhet të bëjë llogaritë e tij, por edhe të shikojë të mirën e qytetit për një qytet të pastër. Pamjet që po ndiqni në ekran nuk janë as pak të ishme për një qytet bregdetar si Vlora dhe këtu përgjegjësia bie mbi biznesin që nuk respekton orarin, por edhe mbi policinë bashkiake, e cila duhet të evidentojë këto raste dhe t'i ndëshkojë sipas ligjit dhe urdhrave në fuqi. 3 orë janë plot për biznesin për depozitimin e mbetjeve urbane nga ora 22 deri në orën 01 pas mesnate. Është një kohë mjaftueshme, me qëllim më pas që makinat e pastrimit dhe punonjësit e ndërmarrjes të bëjnë të mundur pastrimin dhe heqjen e këtyre mbeturinave. Pasi prezenca e tyre është një imazh I keq për vetë bizneset, por edhe era mjaft shqetësuese që këto mbeturina përhapin bëhen një problematik më vete për qytetarët dhe turistët vendase të huaj që kanë ardhur në qytetin bregdetar për të kaluar pushimet verore.